Jemi këtu në Bar Karamel për rubrikën koktejl. Sot do përgatisim 3 koktejle, të cilat janë Hemingway Martini, Caipirinha dhe Karamel, koktejli i cili mban emrin e lokalit. Koktejli i parë, Hemingway Martini, përgatitet ngot Martini. Përbërësit janë gin, Martini i thatë edhe limon. Fillojmë me përgatitjen. Hedhim Martini. Përzihet në mënyrë që akulli të laget me Martini dhe pastaj e hedhim. Hedhim gjinin. Më pas hedhim në gotën e cilën më parë kemi ftohur. Marrim limonin. Kjo ishte përgatitja e koktejlit. Është një koktejl aperitivi. Koktejli i dytë është Caipirinha, koktejli tradicional brazilian. Përbërësit janë lajm, sheqer edhe cachaça. Përgatitja. Marrim një gotë shkurtër, lajmin, cilin e presim. E hedhim gotë. Më pas, hedhim sheqerin. Edhe i shtypim përbërësit bashkë. Hedhim akull të grirë. Dhe më pas e kompletojmë me cachaça. Përzijem. Ky koktejl që sapo përgatitëm quhet Caipirinha, është koktejli tradicional brazilian. Koktejli i tretë i cili do të përgatisim quhet Karamel, është koktejli që mban emrin e lokalit tonë. Përbërësit janë vodka me vanilje, koncentrat karameleje, Baileys, Kahlua dhe pana. Marrim një gotë Martini dhe përzijem bashkë koncentratin e karameles, pana, Baileys, Kahlua dhe vodka në vaniljes. Përzijem gjithë përbërësit bashkë. Dhe i kullojmë gotën cilën kemi ftohur. Dekorojmë prap me shurup karamele dhe me copa çokolate. Kjo ishte përgatitja e koktejlit Karamel. Përbërësit e koktejlit Hemingway Martini janë velmuf i thatë, limon dhe gjin. Përbërësit e koktejlit Caipirinha janë cachaça, limon dhe sheqer i zi. Përbërësit e koktejlit Karamel janë vodka vanilje, Baileys, Kahlua dhe pana.